Shqipëria po kalon një dimër të frikshëm demografik. Të dhënat e fundit të Instat për lindjet në tremujorin e 4 të 2025-s tregojnë se ka një rënje me 10.7% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Viti 2025 është mbyllur me një numër total lindjesh prej 21.000 foshnja. Në vetëm 10 vite, Shqipëria ka humbur 11.290 lindje. Kjo do të thotë se lindin rreth 35% më pak foshnja se sa në vitin 2015, që lindën mbi 32.000. Shifrat me të vërtet janë shumë të ulta. Fakti që kemi lindje 21.000 bebe, kur vetëm gjatë luftës së dytë botërore po jap një shifër kanë lindur 39.000 bebe, megjithë që kemi qenë në luftë. Sipas sociologut Gëzim Tushi, shkaktarët e uljes së lindshmërisë kanë të bëjnë me disa faktorë, mes tyre edhe ekonomia dhe emigracioni i lartë. Popullsia që largohet përgjithsisht popullsia moshës riprodhuese dhe një pjesë e fëmijëve që duhet të lindin këtu po lindin nëpër Europë. Faktori ekonomik pa diskutim më shumë është i rëndësishëm. Një pjesë të rinjve janë pa punë ose të ardhurat e tyre janë pamjaftueshme, kur kostoja e një fëmije po vjen duke u rritur, është dhe ky një faktor. Nuk është se ka rënë seksualiteti në shoqërinë shqiptare, por është shtuar planifikimi, pra njerëzit kanë filluar të mendojnë në mënyrë racionale për sasinë e fëmijëve që sjellin në jetë. Sipas tij, për të sjellë ndikim në rritjen e lindshmërisë, duhet të merren masa të menjëhershme. Do përmirësuar urgjentisht rrjeti i shërbimeve sociale për fëmijë, qerdhet, kopshtet e tjera, sepse një pjesë e nënave nuk sillin fëmijën në jetë sepse s'kan ku t'i çojnë. E dyta, duhet garantuar, gratë duhen garantuar në vendin e punës, duhet legjislacion specifik, një diskriminim pozitiv për t'i garantuar ato që nëse sillin një fëmijë në jetë, vendin e punës duhet ta kenë garantuar, edhe benefitet e tjera. Madje unë do të thosha jo nëpërmjet sigurimeve shoqërore, po dhe paga do të ishte mirë që një nënë që sjell një fëmijë në jetë për aq kohë sa merret me kujdesin për atë fëmijë ta ketë pagën të pacënueshme. Nëse ky trend nuk ndalet, struktura e shoqërisë do të ndryshojë në mënyrë të pakhthyeshme, pasi ato kanë efekt zinxhir, duke sjellë ulje të nxënësve dhe më pas reduktim të forcave të punës, duke vënë në vështirësi jo vetëm ekonominë, por edhe skemën e kontributeve shoqërore.